sepse në fakt kjo është vërtet një ngjarje që ka tronditur gjithë opinionin, për disa është dukur qesharake, po nga ana tjetër disa të tjerë e kritikojnë shumë këtë punonjës i cili nuk pranon të kthej parat. Tani ta sqarojmë si ka qenë historia. Bëhet fjalë për një punëtor fabrike në Rusi, i cili quhet Vladimir Rushagov dhe është paditur nga kompania e tij pasi refuzon të kthej më shumë se 7 milion ruble, ose përkthyer ndryshe në dollar $87.000 që ju transferuan gabimisht për shkak të një defekti në sistemin e pagesave. Ai mori mega bonusin e pashëllimshëm në fillimin e vitit 2025. E megjithatë, kompania patjetër e kuptoi që kishte bërë një gabim, e kontaktoi për të shpjeguar se çfarë kishte ndodhur edhe për të kërkuar kthimin e shumës, ndërkohë që ai vendosi të bëjë kërkime vet. Rezultoi që sipas kërkimeve të kishte të drejtë sepse ishte një gabim teknik i shkaktuar nga kompania, por mund ndoshta ta pranonte si një bonus, sepse nuk ishte në fakt një sqarim të tillë, dhe pasi u konsultua me ekspertë të ndryshëm, arriti në përfundimin se meqense transferimi ishte rezultati një gabimi teknik dhe jo një llogaritje të gabuar, ai nuk ishte i detyruar ligjërisht që të kthente parat. Kompania ngriti padin, argumentoi se fondet ishin destinuar për pagat e 34 punonjësve në një deg tjetër, megjithatë kundërshtoi punonjësi në këtë rast dhe theksoi se pagesa ishte regjistruar thjesht si pagë dhe nuk përmendte asnjë deg specifike. Dhe në mes të kërkesave të kompanisë dhe presioneve të supozuara, ai përdori parat për të blerë makinë të re dhe për të zhvendosur me familjen në një qytet tjetër. Gjatë udhëtimit drejt shtëpisë së re, kompania ngriti padin dhe llogaritë e tij bankare u ngrin. Një histori me fillim të lumtur dhe fund të trisht, me sa kuptojmë për punonjësin.